do të mbahet më, sepse thot, në qoftë se e me golf dhe ngacmon një femër, nuk quhet ngacmim seksual. Në qoftë se e si për një Porsche dhe ngacmon një femër, quhet okay. Kalojmë me një tjetër, një titull që gjendet rëndom, edhe një deklaratë që në atë kohë u bë virale, sepse tha, në qoftë se do më tradhtoj dashuri, të më tradhtoj, po t'jeti pasur me Rolls Royce, sepse do më tradhtoj në Rolls Royce, kurse në qoftë se i dashuri do ishte i varfër, nuk e toleroj dot, sepse ai, thot Alba Pollozhani, do më tradhtonte tek shkallët e pallatit. Si duhet ka ndryshim për Albën, pra ndryshe në qoftë se e tradhton në sediljet e një Porsche apo Rolls Royce, ndryshe në qoftë se i dashur e tradhton të shkallët e pallatit në këmbë. Me sa duket midis dy akteve seksuale, Alba shikon ndryshime. Në fakt ka ndryshime, po okay. Çështja është me zemrën, jo me makinën, pra të shkallët apo të makina. Sidoqoftë, lidhja e saj u diskutua gjatë dhe u harrua lidhja me Limhotin, siç harrohet çdo gjë në showbiz, sepse del gjithmonë një gjë tjetër. Alba, gjëja e fundit që tha është që dua të hyj në politikë. Propozimet për politikë, për të hyrë në politikë, tha Alba Pollozhani, kam patur që në moshën 18 vjeçare, por kam qenë e fokusuar vetëm në fushën e biznesit, që nuk e dim çfarë biznesi ka. Nuk jam marrë në politikë sepse jam shumë e zjarrt për drejtësi. Dhe e di që duhet më parë të formohesha shumë mirë për t'u futur politikës. Më vlon zemra, thot Alba Pollozhani, për popullin dhe për të ndihmuar popullin. Dhe që këtu ajo sot si politikane, sepse gënjeu, nuk u fut në politikë, por me sa duket po futet në Big Brother VIP Kosova. Sidoqoftë, për gjithë ata që duan të hyjnë në Big Brother VIP, duhet të jenë pak politikan, sepse duhet të gënjejnë nga pak. Sidoqoftë, nga deklarata e hyrjes në politikë të Albës, duket si një ftesë për popullin që ta votojë, tashmë jo për deputete në parlament, por për qëndruar sa më gjatë dhe pse jo për fituar Big Brother VIP Kosova, në qoftë se do të hyjë vërtet atje.